Mirë, në këtë studio nuk është folur për politikën e Tiranës gjatë fushtatës elektorale, ishte një zgjedhje që e bëra unë. Nuk doja të bësha pjesë e themi e këtij kori të madh që ekziston ditë për ditë në Shqipëri në të gjitha televizionet. Për më tepër ndjeja një lloj konflikti midis momentit tim, unë sapo u ktheva nga një pozicion, le të themi, shtetëror, edhe u ktheva të bëj atë që kam bërë prej shumë se 3 dekadash, pothuajse, edhe nuk më rrinte. Por tani mbas zgjedhjeve sigurisht do të rifilloj ngadalë të futem në binar edhe të flasim për politikën e Tiranës. Është një gjë që nuk mund të ignorohet pafund. Ne sapo patëm një palë zgjedhje, që unë i përmenda, zgjedhjet dolën ashtu si ne të gjithë i pritëm, ashtu si sondazhet thoshin, edhe ashtu si njerëzit e dinin. Fituan socialistët, humën demokratët, madje edhe pas zgjedhjeve po ndodhte ajo që pritej, e që u parashikua nga shumë kush, që Sali Berisha do thotë u vodhën zgjedhjet, edhe po vazhdon kjo narrativa e vjetër zgjedhjeve. Duhet të flasim pak për gjithë situatë me sonte më ka nderuar që më ka ardhur në studio Ferdinand Xhaferi. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Dhe besoj e ke filluar shumë mbar sepse nga që nuk ishe dashur të përfshihesh në këtë korin e zgjedhjeve, e ke filluar me mua që njësoj si ju që para 3 vjetësh e kisha vendosur që nuk do të kandidoj më në... S'do kandidoni më deri kur? Kisha vendosur që nuk do të kandidoj më në këtë zgjedhje, por kjo nuk do të thotë, sikurse edhe kanë qenë qëndrimet e mia, nuk do të jem një kontribuese që e djatha të rikthehet aty ku duhet të jetë. Vendimin për mos të kandiduar e bazoja mbi 2 arsye themelore. E para, derisa unë kisha lançuar tezën që Berisha duhet bëj një hap mbrapa, pavarësisht se Berisha ka pasur pushtet në presidencë, kryeministri i këtij vendi dhe unë gjatë gjithë karrierës time politike kam shërbyer vetëm në parlament për 18 muaj, kam shërbyer si ministër, si kopolitike e kemi pak a shumë të ngjashme dhe nuk është e moralshme që ti thuash tjetrit të bëj një hap mbrapa e mos të japësh shembullin vet. E para dhe e dyta, e kisha bërë shumë të qartë që në fushat do të përfshihem pavarësisht jam apo nuk jam në listë, nëse do shikoj që PD-ja do të ngrihet si alternativë fituese. Po ishte fare pa moralshme që unë ta kisha emrin në listë e të futesha të humbisja integritetin, dinjitetin tim dhe të qytetarëve të Durrësit. Të shkoja ti kërkoja votën për të mbështetur një alternativë që unë e dija që nuk ishte fituese. Fredi, këto vendimet e kësaj natyre merren mbi bazën e një standardi individual që ka robi, një standardi të brendshëm. Pra ti ndihesh mirë vetë, por në të njëjtën kohë, vendimi që merr duhet të jetë edhe një shembull për të tjerë. Ti mendon që është bërë një shembull për të tjerë, ka njerëz që menduar mora element vendime i Fredi, duhet ta kisha marrë edhe unë. Ka njerëz që unë do të thoja që ke prekur një nga pikat më të rëndësishme të një fenomeni që kam vënë gjatë kësaj fushate. Jo vetëm që ka njerëz, dhe të paktën në qytetin që unë kam shërbyer për 5 mandate, kjo është masive, po kam vënë re që edhe militant të Partisë Demokratike, që para 3 vitesh, kur ndolli përplasja në 8 janar me grupimin e Berishës që erdhi sulmoi Selin, ishin ekstremisht agresiv me mua, tani më kanë dhënë plotësisht drejt. Dhe nuk është e rastishme kjo. Pra, ajo që po ndodh është një shenjë pozitive, sepse unë e di që do fillojë ringritja, kemi prekur fundin, Partia Demokratike është ndarë në një elitë të drejtuar nga Berisha, krejtësisht të distancuar nga baza, dhe evidenca më e mirë e kësaj është edhe protesta që u thirr 2 ditë mbas zgjedhjeve, ku aty ishin disa 10 njerëz, dhe kjo është evidencë e qartë për këtë, sepse nëse e shohim dhe biem dakord me konsensus që këtu kemi një regjim autoritar, dhe po e barazojmë me regjimin e Vučićit, dhe po e barazojmë me regjimin e Erdoganit, kur Erdogani u mor me elitën e opozitës aty, Turqia u përfshi në protesta në gjithë gjeografinë e Turqisë. Kundër Vučićit protestojnë, pra, e djathta problemin e ka brenda vetes. Dhe ju vetëm se problemi aty është që se u bën një luftë e madhe për të marrë logon, për të marrë Selin. Edhe këto Berisha i mori, sepse edhe i takoni, mendoj ju. I mori apo ja dhanë është çështje që ha debat. Po, nuk e di, ai ka tani dhe ajo parti duket qartë që është një parti familjare, është pa të ardhme, qo për shkak të moshës që ka Berisha, qo dhe për shkak të, le të themi, të diskretimit publik që është bërë të shumica e shqiptarëve. Kësaj figure që ne po e shohim këtu. Pra, unë nuk shoh të ardhme, pra, do vetëm nëse përmbyset bimjaja.
Kështu që kam përshtypjen që Partia Demokratike mund të vdesi bashkë me këtë. Këtu mund të ndajemi në opinion. Sepse të thuash që Partia Demokratike është pa të ardhme, deri diku jemi duke investuar drejt rrezikut që Shqipëria është pa opozit dhe e ardhmja ngelet shumë problematike me një qeverisje që nga mandati në mandat i shtohen tendencat të qenit arrogante. Dhe unë e shoh ndryshe, pra unë e shoh që baza partisë aty është. Është e distancuar se ka kuptuar që Berisha nuk u rikthye për të sjellë PD-n në pushtet, por rikthye për ta përdorur PD-n si instrument për të lehtësuar zgjidhjen e problemeve personale. Dhe në qoftë se kjo elitë që është aktualisht në parlament, që kur u zgjoll për të qenë e tillë, për të heshtur, por do të heshti deri në vjesht, ka një shprehje që kur kërkohet reformimi, në qoftë se nuk e bëjnë generalët, do dalin ta bëjnë kolonelët, që do të thotë patjetër do të shpërthej. Dhe në qoftë se nuk do të shpërthej brenda PD-s, ato 100.000 vota që morën lapaj me shenjë, do kthehen në mbi 500.000 në zgjedhjet e tjera. Sepse elektorati aty është. Ajo që unë kam dëshirë është që këtë ta bëj Partia Demokratike. Dhe mund që të falenderoj që e solle këtë. Përveç angazhimit politik, unë kam 20 vite që jap politikën e krahasuar në universitet. Dhe jap sipas modelit të London School of Economics. Atë model kam zgjedhur për si tipologji, por ndryshoj në shembuj në gjëra të tjera. E them këtë sepse e kam vrarë mendjen shumë. Si mund të jetë zgjidhja? E kam përmendur në një televizion tjetër, zgjidhja është modeli bullgar. Studiova dhe më doli shumë e çuditshme që edhe në gjeografi, edhe në kohë, zgjidhen e gjeta te Bullgaria. Si është modeli bullgar? Nga 2009 deri në 2021 në Bullgari ishte Bojkov Borisovi. Një lider me tendenca autoritare, që në 2021 i plasi skandali patronazhistëve si këtu, që ishin të partia e tij gjurmonte të dhënat e qytetarëve bullgar, gjurmonte prirjet politike, njësoj si skandali. Për qëllime elektorale. Për qëllime elektorale. Modeli patronazhistëve në Bullgari ka shpërthyer për herë të parë. Me marrëdhënie diplomatike njësoj si Rama shumë të mira me Perëndimin, edhe sloganin elektoral të 2021 e kishte bullgarët për zhvillimin europian të Bullgarisë. Dhe aty 3 mandate nga 2009 deri në 2021 ai në pushtet dolën 2 djem të rinj. Nuk ishin të rinj. Të rinj në kuptimin të pa konsumuar nga qeveria, ishin të 40-at. Asen Vasilev dhe Kirill Petkov. Të vazhdojmë ndryshimin, sloganin që kishin gjetur një slogan për referendum moral më tepër, me ne ose me mafian, ky ishte slogani, dhe plotësuan, sepse e kam studiuar rastin, 3 kritere plotësoi lëvizja tyre. Leadership karizmatik dhe ekipe të rinj japin mesazhin e qeverisje perëndimore, slogani qartë antikorrupsion dhe njëkohësisht aftësi për të bërë koalicione. Modeli kodi zgjedhor bullgar nuk i favorizonte koalicionet parazgjedhore, i favorizonte mbasgjedhore, jo si ne. Po ata që në fushat vetë u pozicionuan në qendër dhe hapën retorika politike ishte për të bashkëpunuar majtas dhe djathtas. Borisovi mori 63 mandate, këta morën 67. Tërë kritere janë. Pse të ne dështuan? E para, Partia Demokratike nuk plotson asnjë kriter. Liderin nuk ka retorik, është veti në proces karshi Spakut, i paaft për të ndërtuar koalicione, jo leadership i ri, por u ngushtua te leadership i vjetër. Mundësia do ishte që këtë që bëri Bullgaria ta bënin leadership jon. Lapaj me shenjë. Por edhe ata plotësuan vetëm kriterin e parë, që kishin një farë karizme dhe afruan ekipe njerëzish të rinj, po dështuan te kriteri i dytë, te gjua antikorrupsion, sepse edhe vetë u zinë me njëri tjetrin dhe akuzuan njëri tjetrin për korrupsion, dështuan dhe te kriteri i tretë, që nuk ishin në gjendje të bënin koalicione, që të paktën ato 100.000 votat i kthejnë në 10 mandate. Por nëse nuk u bë, Shqipëria ndoshta e kishte herët ta bënte në 2025-ën, po do ta bëjnë në 2029-ën. Do jetë në gjendje Partia Demokratike me këto potenciale që ka, si forcë që e themeluat në 90-ën dhe që ka qeverisur këtë vend. Pra ka brenda PD-s potenciale që edhe janë të shkolluar,
edhe kanë dëshmuar që ka një linjë antikorrupsion dhe aftësinë politike për ndërtuar koalicione, unë mendoj që kjo parti e ka dhe maksimumi deri në pranverë unë pres ndryshime të rëndësishme në Partinë Demokratike. Nuk e mban dot Sali Berisha. Unë besoj që Berisha nuk e mban dot, pa i do mbaj logon dhe Selin. Në mënyrë që zyrtarisht të përfaqësojë Ti mendon që të filloj të degradojë dhe ai si Lulzim Basha? Gradualisht, sepse kështu po degradon. Edhe vetë nuk ja dëshirojmë atit që të degradojë në këtë mënyrë. Partitë e reja besoj që do forcohen dhe njerëzit e zhgënjur të PD-s, qysh nga ky moment e tutje do fillojnë të shohin ato si alternative e qeverisë. Ky është një nga skenarët. Unë do kisha dëshirë që ndryshimin të ndodhte brenda PD-s, sepse edhe potenciali që ka PD-ja, nëse reformohet, nëse zgjedh një leadership që plotson ato kriteret që plotsoi leadershipi në Bullgari, unë mendoj që ndryshimi vjen më shpejt, kurse kështu jashtë PD-s rruga është më e gjatë. Kam është jam më optimist se sa duhet, sepse jam i dënuar të jem optimist në këto kushte. Sepse nuk jam optimist për zhvillimet brenda Partisë Demokratike, sepse leadershipi i ri i Partisë Demokratike që doli nga zgjedhjet, kanë parasysh grupin parlamentar, është i gjithi i zgjedhur, kështu kokër më kokër nga Berisha, me shkjet e Berishës për qëllimet e Berishës. Unë nuk besoj që ndonjëri për atyre të dalë edhe të kritikoj Berishën. Po, shumë e sakt, po investimi për t'i zgjedhur në këto mënyrë dhe vrapimi për ta krijuar produktin sikur se e skicuat ju, ka bërë që e gjithë baza e partisë të kuptoj më mirë e të shofi më të qartë për të thënë ç'punë kemi ne me këta. Dhe shumë shpejt unë kam parë edhe Jorita Tabakun, edhe Ali Mehmetin, që si thuash Berisha nuk i donte, pra ata u imponuan me fuqinë e tyre, si thuash, në terren, janë imponuar, edhe ata nuk e kanë kurajon të thonë këti zotërisë që dëgjoj, pavarësisht pretendimeve që mund kemi ne që u vodhën, ne kemi një nen statut i cili thotë, i cili nuk njeh excuse, mbas zgjedhje po humbe ikën dhe luftën betejën për zgjedhje, për mos vjedhjen e zgjedhjes do ta bëjnë të tjerë. Nuk del t'ia thot kush, prandaj unë e shoh brenda Partisë Demokratike e shoh pa mua. Nuk del sepse ju e portretizuat shumë qartë. U zgjollën, u projektuan, u vendosën për të qenë të tillë. Por edhe ata janë në presion. Se thash, jemi në një formacion politik që ishim 500.000 vota, që nuk kishin ku shkonin edhe këtë radhë, se dhe partitë e reja nuk u pozicionuan në atë mënyrë dhe janë aty, po kur Berisha që pretendon që është zotrusi këtyre 500.000 votave, bën thirrje për protest, i vin as 500. Që tregon që ka një ndarje. Pra, sa më shumë u investua për të ndërtuar një PD që i shërben vetëm qëllimeve personale, aq më shumë janë qartësuar njerëzit. Ata demokratë aty janë që partia të futet në garë për të fituar zgjedhjet. Jo që të futet në garë që Berisha të pastroj grupin e deputetëve dhe të ketë një grup deputetësh që ta përdorë si instrument për agjendën e tij. Dhe këtu unë e kam thënë dhe rithem, si ish bashkëpunëtori i tij, nuk e portretizoj Berishën si avangard të qenit të nën grada. Me këto produkt që ka krijuar politika shqiptare ka shi korrupsionit. Ai ka qenë një zyrtar që ka drejtësitë e tij. Dhe nuk është këtu çështja. Çështja është që po e orienton partinë drejt një formacioni politik që t'i shërbej vetëm agjendës tij personale. Dhe ky rrugtim, për fatin ton të keq, shkon kundra asaj që duan demokratët. Nëse demokratët donin lista ku në krahasim me 2013 të përfshiheshin dhe flukset politike që ka krijuar kjo parti në këto vite. Në Tiranë i përfaqësojnë mbi fjalë Ali Mehmeti me Tabakun. Po këta janë në gjithë rrethin. Ti ngele me 90% të listës me produktin e 2013-s. Pra, sa më shumë i investua për ta projektuar PD në shërbim të agjendës vet, aq më shumë i ka kthjelluar njerëzit dhe ti je i sigurt këtu do jemi. Nuk ka, unë e njoh atë parti në detaje. Nuk ka shpëtim, nuk do e bëj Jorita, nuk do e bëj dikush tjetër, do dalin të tjerë që ta e bëjnë. Kur them do dalin të tjerë, janë ata të tjerë që ashtu si Vasilevi dhe Kirili në Bullgari janë të ngjashëm të tyre, që i plotsojnë ato kritere, që janë në moshën 30 deri në 40 vjeç, që nuk kanë punë me qeverisit e pashme të bëhen pis me qeverisit e ndotura që mund të kenë pasur,
Dhe patjetër që do dalin e do e bëjnë këtë punë. Ne folëm bashkë para se të ndiseshin kamerat lidhur me atë që ka ndodhur në Amerikë edhe ajo që ka ndodhur në Amerikë, po e them edhe shikuesve, atë që diskutuam ne. Diskutuam lidhur me Trumpin edhe me impaktin që Trumpi ka me fuqinë që ai ka për të imponuar një parti të madhe dhe jashtëzakonshme, siç Partia Republikane, një parti me traditë, një parti me potenciale të mëdha në të gjitha termat, do të thonë ekonomik, intelektual, kulturor, një parti që ka vlera. E me gjithë në një moment caktuar, doli Trumpi edhe ju imponua gjithë partisë. Edhe kur Trumpi bëri 6 janarin, që sipas me ishte një atentat ndaj demokracisë amerikane, demokracisë në përgjithësi botërore, aty pati vetëm disa njerëz që numëroheshin me gishtat e një dore, që e çuan zërin. Të gjithë të tjerët do të janë budallëj, po mendon për karrierat e tyre. Dhe ku janë të dështuar ata që e çuan zërin në kuptimin politik? Ky ishte një leksion që e kanë marrë shumë njerëz në botë, edhe që ti nuk e ke marrë, duhet mos flisje tani, duhet rrije, mos e hapje gojën, po të tjerët me sa duket e kanë lexuar mirë, e kanë mësuar mirë në leksion dhe s'po hapin gojën, por nuk e di se do u dali. Shiko, për të qenë fare i sinqertë, edhe unë po t'isha 20 vjet më i ri, pra kolegë si Gazbardhi, Tabaku e këta, deri diku edhe justifikoj. Sepse ambicjet për të qenë prezent, kur rrugtimi politik bëhet plotësisht i përcaktuar, o do jesh në listën e Berishës, o do jesh jashtë, atëherë nuk e di se ç'vendim do kisha marrë. Po mbas 5 mandateve shërbim në kuvend. Dhe me thënë të drejtën, që kanë qenë 5 mandate që janë marrë duke vrapuar nga mëngjesi deri në darkë. Unë nuk kisha asnjë lidhje personale me familjarët e Berishës, me Berishën kisha vetëm punën në terren. Dhe kisha krijuar një lidhje shumë të mirë dhe e quaja veten si përfaqësues vërtet në qytet. Dhe do më dukte shumë e pandershme. E para që unë t'i thoja kryetarit të partisë bëj një hap mbrapa dhe vetë mos t'jepja shembullin, dhe të futesh në listë dhe të merja të rropasja, ja kam thënë mund t'jenë me qindra që e dëshmojnë këtë që unë po them tani në kafet që pija me aktivistët e PD-s. Ja kam thënë që para 8 muajsh, që para 1 viti, që nëse unë do shikoj që partia orientohet dhe kemi shanse për të fituar zgjedhjet, më keni në ballë të fushatës me mandat pa mandat. Po unë nëse shikoj që partia nuk ka shanse të fitojë zgjedhjet, nuk dua t'ju gënjej. T'ju vi këtu e t'ju them hajde bëjmë fushat kur unë e di që do humbet. Do ishte shumë e padrejtë që unë kam 20 e ca vite që punoj me ata njerëz dhe t'i gënjeja për të pasur një përfitim timin. Që në këtë prizëm, ajo që diskutuam përpara kur ndodh në Amerikë, që një parti republikane me atë traditë dhe me atë potencial kongresmenësh e demokratësh që janë qindra milionësh në dollar dhe kanë një farë ndrydhje të tillë në këtë Shqipëri post tranzicionit ku unë njoh shumë politikanë të ndershëm në PD që t'i lësh 3 muaj pa rrogë, nuk din si të orientohen, patjetër që presioni është shumë i madh. Po kjo ka të bëjë me elitën. Dhe këtu ne po mundohemi të krijojmë një fabël justifikuese pse nuk ka shpërthyer deri tani. Por ama duhet kuptojmë fenomenin që nuk ka shpëtim dhe do shpërthej. Dhe pse do shpërthej? Se nuk kemi një Berish që del aty dhe thot mi vollën zgjedhjet, dhe kur del në qendër Tiranës, janë mira që e mbështesin masivisht. Atëherë unë do ushqeja tezën tënde që nuk ka hapësirë për këto që të dalë. Këtu ka një distancim drastik të këtij grupimi që është aty dhe këtij 500.000 elektorati për 500.000 votuesish që e votuan PD-n, po kur i bën thirrje lideri, i thot ne jemi në PD, po ti nuk je në drejtimin e dur, ti duhet lirosh krahun. Dhe këtë potencial, thash edhe një herë, në mënyrë të padiskutueshme, ky potencial do e prodhoj në shtator, apo do e prodhoj në mars, po këta do shprehen, do përfaqësohen, këta nuk kanë zë. Se po të kishin zë i përgjigjeshin thirrjes. Do shkojnë te Lapaj, do shkojnë te Unë kam dëshirë që të dalim nga brenda PD-s. Dhe kjo parti i ka ato potenciale. I ka ato individ që i plotësojnë ato kritere dhe do dali brenda PD-s. Unë kështu e kam dëshirën, po që do ketë zhvillime, Kam përshtypjen që nuk e lexuar mirë, do takojmë prapë edhe në këtë studio, ndoshta në rrethana të tjera, edhe do ballafaqojmë ato qendrimin që po mbajmë sot. Po kam përshtypjen që është dëshira e mirë ajo. Jo, ku e kam gabimin, sepse unë do kisha shumë dëshirë nuk e di kur nuk do e lexoja mirë unë. Unë nuk do e lexoja mirë vetëm në një aspekt.
që mbas këtyre zgjedhjeve, leadershipi akuzon për manipulime dhe thirrjes i përgjigjen njësoj si që përgjigjen opozitës në Serbi. Ku qindra mijëra qytetarë mbushën rrugët e Beogradit. Atëherë, unë bie dakord me ty që unë e lexoj gabim, se ky 500 mishi është i lidhur me liderin dhe këta janë aty. Kur lideri mbas zgjedhjeve dele thot mu grabitën dhe aty dalin 300, tregon që 500 mishja bëhet 800.000, nuk vjen mbas teje, po është gati të bëhet 800.000, qofse kemi lider tjetër. Ty të kemi lëshuar. Ajo 500 mishja foli ato ditë e protestës, i tha me ty s'kemi më punë. Dhe prandaj unë jam i sigurt që do dali dhe nga këtu buron e gjithë analiza ime. Nëse do kisha një lidhje organike midis thirrjes Berishës protest dhe masivitetit, atëherë edhe unë do shikoja te vetja që ndoshta diçka e kam projektuar nga bim. Jo. Vetëm se në qofse aty ka njerëz, unë mendoj që duhet të kishin dalë përpara zgjedhjeve, siç dole dhe zotrote. Duhet të kishin dalë përpara njerëzve, përpara me atë njëjtin qëndrim, me një logjikë shumë të thjeshtë, kupton që edhe sur mos kanë objekcione që ka mund ndaj këtij njeriu, do kishin objekcione që janë kështu, janë common sense, do thoshin, po ky është 80 ca vjeç, kupton. E kemi xhan, e duam shumë për 80 ca vjeç. Po ky është pall non grata. Gabimisht ndoshta, kupton, po është pall non grata, nuk ka rëndësi, me të drejtë apo pa drejtë. Ky po paguan para tani për ta hequr non gratën. Po ky po ndiqet penalisht, kupton, nga sistemet e drejtësisë, që kanë dalë nga reforma në drejtësi. Po ky tani nuk i ka hijet flasi për vjedhjen e votave dhe të dalë ky si misionari i votës lirë, sepse tani ne dim çka ka ndodhur në këtë vend, kupton. E të tjera, kupton. Po ka njerëz, pse s'ka? Lapajnë dhe shejnë, kush i prodhoi? I prodhoi ky. Berisha i prodhoi. Nuk dolën brenda PD-s, sepse e kishte kapsuluar, po dolën jashtë PD-s. Dolën dhe morën 100.000 vota. Megjithëse kishin probleme të brendshme, pra nuk është se s'ka. Nuk është se s'ka. Tani në këto zgjedhje, ku të gjitha palët e kuptuan që leadershipi nuk u fut për të fituar zgjedhjet, sepse të tilla vendime mori. Po u fut që kishte një grup që e kishte gjysmën me vete, gjysmën kundër vetes, tashti e kanë 100% vetin, për ta përdorur si instrument, sepse i del llogaria që në problemet që ka me drejtësinë, është shumë e vështirë për spakun dhe për gjykatën të merret me një individ apo të merret me një individ që është si projektohet si lideri i opozitës dhe janë 50 deputet që e mbështesin. Pra në këto janë llogaritë që ka bërë ai dhe është në të drejtën e tij të bëjë këto llogari. Pa drejtësia për demokratët ka të bëjë me faktin që llogaritë aty shkojnë kundra llogarive të demokratëve. Këtu është problemi. Po, edhe një arsye tjetër që gjithashtu common sense ka qenë edhe kjo, se o duk që shfillim që ky po e uzurponte PD-n përsëri për sa qëllime private. Kjo është gjë më e lexueshme dhe nëse ka njerëz që nuk e kanë parë këtë gjë, unë mendoj që janë të verbër, nuk dinë me pa. Edhe kjo shohin shumë mirë dhe prap unë i rikthehem nga e gjithë analiza që i kam bërë zhvillimeve, unë jam plotësisht i sigurt që në qoftë se nuk do kem forcë, kjo elitë që është zgjedhur dhe përfaqësohet në parlament që ta bëj, do dalin të tjerë. Vjeshta maksimumin pranvera do e shikosh që nuk ka shpëtim, PD-ja do përfshihet nga këto zhvillime. Kjo fabula u vollën zgjedhje dhe gjitha me radhë është thjesht nuk i gjuhet Edi Ramës. Këtu i gjuhet statutit Partisë Demokratike. Kjo është për të zhvlerësuar nenin 46 statutit, që thot po u shpall rezultati i zgjedhjeve, automatikisht pushon se ekzistuari. Kjo është për t'ju arratisur dorëheqjes, nuk është për të sulmuar. Këtu ka këtu është një diskutim për të bërë lidhur me barazinë e garës në Shqipëri. Po të bëhet në moment duket sigur i shkon mbas midis Berishës, po këtu ka një diskutim, dhe Berisha nuk fokusohet e kjo, po Berisha krijon një narrativ që nuk e mbështet, që kanë vjedhur 300.000 vota, nuk kanë vjedhur 300.000 vota. Këtu ka një pabarazi gare që ka instaluar ky njeriu, do të shvillim, që pushteti është i avantazhuar në garë. E kanë instaluar të gjitha forcat politike, nuk mund t'i lihet vetëm pra. Po ky e përoroi shvillim mbas komunizmit. Shiko, ne kemi një raport të SBE Odirit, struktura me specializuar për të drejta dhe për zgjedhjet, e cila e fillon me fjalin zgjedhjet ishin konkurruese. Ka 3 mundësi të shprehjes së Odirit. Zgjedhjet ishin të lira dhe të ndershme, zgjedhjet nuk kishin të lira dhe të ndershme, dhe zgjedhjet ishin konkurruese, që është një opsion in between, midis. Ky është formulimi që u bë tani? Formulimi që u bë tani. Me zgjedhje konkurruese
OSBE Odiri ka parasysh. Zgjedhjet ishin konkurruese, competitive. Që do të thotë kandidatët konkurruan lirisht, që do të thotë kandidatët kishin hapësirë për takuar qytetarët e për takuar mediat, por njëkohësisht me termin konkurruese nuk kuptojnë që qeveria përdori burimet shtetërore, pati presion në media dhe këtu akuzojnë kryesisht dy partitë e mëdha që dominuan në media, duke nënkuptuar që gara ishte e pabarabartë. Po është ndryshe të thuash që gara ishte e pabarabartë dhe ndryshe të thuash që nuk ishte garë. Garë kishte, po ishte e pabarabartë. Që do të thotë, ky lloj deformimi do jepte oksigjen që mund të ngrinte një tsunami kundër këtyre zgjedhjeve, qofse rezultati do ishte 73-67. Qofse rezultati është 73-67, atëherë ka shumë argumenta që të gjithë të mbështesim opozitën, sepse ndryshimi është penguar me mekanizmat shtetëror. Por kur ke dalë 83-50, po këtë diskutojmë mbi barazinë e garës, sepse unë vërej që opozitat nuk e kërkojnë ndryshimin e kodit zgjedhor. Unë mendoj që opozita në parlament po të insistojë, të kërkojë, unë dua vetëm barazinë e garës. Kodit zgjedhor, nëse majoranca e do, le ta mbajnë, po dua barazinë e garës. Edhe të bëjnë një listë gjërash që duhen plotësuar, e që të bëjnë sens, 1, 2, 3, 4, 5. Nuk mund të përdoren resurset shtetërore, nuk mund të përdoren makina. Para se të hysh te kjo, që është një luks shumë i madh, ti kalote gjërat edhe më të thjeshta. Doli ky kod zgjedhor, që nuk e donte opozita? Jeni dy parti kryesore që keni qeverisur këtë vend dhe keni kaluar një 20 kode deri tani. Si e shfrytzuan palët kodin? Me këtë kod zgjedhor, Edi Rama politikisht e shfrytëzoi në mënyrë perfekte. Të gjithë njerëzit kryesor me kontribute në parti vendosi kriterin kush është me një mandat në listë hapur, edhe mekanizmin e kriterieve që vendosi politikisht e vendosi shumë korrekt, sepse për një lider kur harton listat e zgjedhjeve, patjetër që krijon janë 1000 veta që mendojnë ta kenë veten listë dhe 50 do jenë listë mbyllur. Dhe sa më universale ti bësh kriteret, sa më gjithëpërfshirëse, sa më me mekanizmin one size fits all, pra një kriter i vlefshëm për të gjithë, aq më të vogla i ke qefmbetjet. Qefmbetja bëhet shumë e madhe kur shef pa drejtësi. Qefmbetja bëhet shumë e madhe kur gënjen që do bëj primare dhe nuk bën primare. Në këtë pikë Rama dhe kodin e shfrytëzoi më mirë. I tha kush ka më shumë se një mandat në listë të hapur dhe i nxori të gjithë njerëzit që din të bëjnë pushata, që din të përplasen me zgjedhje gjitha me radhë për të maksimalizuar rezultatin. Mos e di gjë të pamonçur Berishën ti, jo, me Berisha është shumë inteligjent. Dhe e kemi parë lëvizjet e mençura të Berishës në 2005-ën, kur Nohati që do vinte në pushtet dhe filloi me kopin e gjitha me radhë dhe ju keni qenë një mbështetës i ndryshimit atëherë. E mbaj mend të mirë në 2005-ën. Me vetë zullumin që kishte prodhuar dhe qeverisja Nanos. Pse se bëri tani? Nuk e bëri tani se nuk kishte hyrë për të fituar. Tani kishte hyrë që ata 50 deputet që do kem do jenë të mitë. Dhe mori një vendimarrje që dhe kodin zgjedhor e lexoi si donte ta lexonte, jo si i duhet demokratëve. Dhe i bunkerizoi në listat të mbyllur gjithë ata që i duheshin, kur e vërteta tregojnë ndryshe. Tabaku, Ali Mehmeti e gjitha që ishin morën hap, ata treguan se si duhet ishte fytyra PD-s me votat që morën. Ata të paktën pjesë e establishmentit zyrtar janë vetëm ata dy, të cilët mund shpresohet që mund të iniciojnë, le të themi, një lloj lëvizje brenda PD-s apo një lloj edhe nuk e di, edhe mikrogrupimi që mund të synojë edhe të marrë PD-n, po nuk e di, sa të jetë Berisha gjallë, ai e ka familiarizuar atë parti. Ai median kryesore që ka në mbështetje, media ka gjithandej, pa ai ka ngritur një media të vetën. Mundi është prek kur fundi. Gjëja më e mirë e këtyre zgjedhjeve është që çdo gjë është lexuar qartë. Dhe kur preket fundi, gjithmonë ekziston shpreha që qofse nuk e bëjnë generalet në kuptimin politik elita që është këtu, do dalin nivelet e dyta. Patjetër kjo parti ka potencialet dhe unë do kisha shumë dëshirë që mos të ngelej ta bënin partitë e reja, që do merrin më shumë kohë
Dhe jam shumë besim plot që vjeshta maksimumi pranvera do ta përfshi në zhvillime shumë të rëndësishme. Do ta çekojmë edhe në këtë studio këtë lloj parashikimi të Ferdinand Xhaferit. Për mua është kënaqësi që të pak këtu që bëm këtë bisedë. Shumë faleminderit. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit. Ne do të shihemi më njëherë pas publicitetit me një të ftuar tjetër.